Biznesi e kundërshton vendosjen e taksës progresive të parashikuar në programin ekonomik të Partisë Socialiste të prezantuar në kongresin e kësaj force politike nga Edi Rama javën e shkuar. Përfaqësues të kompanive të mëdha në vend thonë se kjo taks do të sillte pasoja negative. Luan Bregasi, presidenti Business Albania, sqaron se taksimi në nivele më të larta për ata që fitojnë më shumë do të thotë ngadalësim të investimeve në vend dhe prishje të imazhit të Shqipërisë si një vend që njihet për taksa të ulta. Taksa progresive që propozon sot opozita, mendoj që nuk është një propozim i drejtë, sepse së pari këto lloj taksash, domethënë në rastin e taksave progresive aplikohen përgjithsisht në vendet e zhvilluara. Sistemi i taksave të ulta, që realisht sot është duke u zbatuar, është sistemi i mirë për vendet që janë në zhvillim siç është Shqipëria, me qëllim që sistemi i taksave të ulta të nxjisë investitorët, që të investojnë në kursimet e tyre, fitimet e tyre të riinvestojnë me qëllim që të hapin vendet e reja pune. Përfaqësuesi i Konfederatës së Industrisë Gjergj Buxhuku thotë se Shqipëria është një vend në zhvillim dhe si i tillë ka nevojë për investime, kryesisht për ato të huaja. Aplikimi i taksës progresive do të detyronte investitorët të investonin kapitalet në vendet e tjera të rajonit, pasi këto vende aplikojnë taksën e sheshtë 10% siç e ka edhe Shqipëria. Në të gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë, ku konkurenca është e lirë, operatorët në treg, si të thuash, nuk janë të favorizuar. Unë do të thosha që taksat shtesë dhe një tatim progresiv mbi 10% nuk do të ishte i pranueshëm. Për shkakun e thjeshtë se Shqipëria është në nevojë emergjente për investime të brendshme dhe sidomos investime të huaja, dhe në kohën kur të gjithë vendet e rajonit po marr si shembull tatimin e fitimit e kanë 10%. Për biznesin, taksat e larta do të frenonin zhvillimin e industrive në vend. Në rast se unë mendoj që do fitoj shumë, por ama shteti do marrë më shumë, ky nuk është një element që më nxit për të investuar, për të fituar dhe për të riinvestuar fitimet e marra. Nëse ne do të lëviznim tatimin mbi fitimin, mbi 10%, praktikisht shkalla e konkurrenshmërisë për të tërhequr investimet e huaja në Shqipëri do të ishte shumë e ulët. Dhe kjo do të thoshte që ekonomia shqiptare do kishte vështirë që të merrte veten dhe natyrisht edhe punësimi dhe zhvillimi ekonomik nuk do të ishin në ritmet e kërkuara. Taksa e sheshtë aktualisht është në masën 10% për tatimin mbi fitimin dhe mbi të ardhurat personale. Vendosja një takse progresive do të thotë rritje e tatimit të fitimit që mund të shkojë deri në 30% në bazë të xhiros vjetore. Kjo do të thotë se shteti do të vjelë më shumë të ardhurat nga biznesi, duke i frenuar këta të fundit të zgjerojnë aktivitetin.